Republika e Kosovës po dëshmon çdo ditë dhe më shumë kapacitetet dhe përgatitjet e saj për të qenë një partnere e besueshme dhe e barabartë me vendet anëtare të NATO-s. Ushtrimi shumë kombësh Defender Europe 25, i cili po zhvillohet aktualisht në Kosovë dhe në rajon, është një dëshmi e qartë e bashkëpunimit të ngushtë nëpërmjet Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe forcave aleate. Këtë të martë, Kryeministri i Republikës së Kosovës, së bashku me Ministrin e Mbrojtjes Ejup Maqedonci dhe komandantin e FSK-s, Gjeneral Bashkim Jasharin, vizituan komandën e divizionit të 28 të Kombësorisë së Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo komandë është përgjegjëse për drejtimin e të gjitha brigadave shumë kombëshe që marrin pjesë në këtë ushtrim në rajonin e Europës Juglindore, përfshirë edhe Kosovën. Vizita synonte të shinte nga afër bashkëpunimin ndërkombëtar në terren, të forconte lidhjet me aleatët strategjik dhe të konfirmonte se FSK-ja po luan një rol thelbësor në kuadër të operacioneve dhe trajnimeve të përbashkëta me vendet e NATO-s. Pas kësaj, delegacioni qeveritar dhe ushtarak u drejtuan drejt Devës, ku vizituan forcën për detyrë, një njësi shumë kombëshe që udhëhiqet nga regjimi i dytë i kombësorisë së FSK-s. Ky batalion përfaqëson jo vetëm një nivel të lartë profesionalizmi nga ana e ushtarëve kosovar, por edhe besimin që aleatët kanë në kapacitetet komanduese të Kosovës. Prezenca dhe përfshirja e ushtarëve nga vende të ndryshme të NATO-s në këtë strukturë është një dëshmi tjetër e rëndësisë që ka FSK-ja në arkitekturën e sigurisë rajonale. Në kuadër të vizitës, kryeministri dhe drejtuesi i Ministrisë së Mbrojtjes vizituan dhe poligonin e qitjes për armë të lehta, një projekt i ndërtuar me ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky investim strategjik përmirëson dukshëm aftësinë trajnuese të FSK-s dhe rrit nivelin e përgatitjes së pjesëtarëve të saj, sipas standardeve më të avancuara të NATO-s. Për më tepër, delegacioni vizitoi dhe zonjën e Banjës të Bokës, ku aktualisht janë duke u zhvilluar investime të mëdha infrastrukturore për ndërtimin dhe zhvillimin e qendrës kryesore të trajtimit të FSK-s. Ky projekt përfaqëson një tjetër hap përpara në ndërtimin e kapaciteteve afatgjata të ushtrisë së Kosovës. Këto zhvillime vendosin Kosovën si një faktor stabiliteti në rajon dhe forcojnë aspiratat e saj për integrim të plotë në strukturat euroatlantike. Përmes pjesëmarrjes në ushtrime si Defender Europe 25, FSK dëshmon jo vetëm përgatitje teknike dhe taktike, por edhe përkushtimin ndaj paqes, sigurisë dhe bashkëpunimin ndërkombëtar.